أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Falendrojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanuhu dhe I qëmë salata dhe selamet plota shpirtit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe krejtë mbijaz dhe krejtë vlijaz dhe krejtë ata të cilët këtë dunja e kanë lanë të Allah me iman janë këte inshallah. Unë sot të dëshiroj inshallah në ligjëratën e 61 me radhë të koncentrohemi emrave të xhennetit, gjithësisht sikur kemi folur më herët, sikur xhenneti ashtu dhe xhenemi ka shkallë, ka kategori të tyre dhe secili për këtyre kategorive ka edhe emra të tyre. Qoftë 7 shkallët apo kategoritë të xhenemit apo qofshin 8 të xhennetit. Sot të mundohemi inshallah në këtë përshkrim të I drejtohemi xhennetit dhe para së gjithash ende në ligjëratën e fundit duke I përmbledhur edhe cilësitë e xhennetlive të cilët banojnë në këto xhennete. Dhe kemi thënë dhe jemi duke thënë që jeta pas vdekjes, ligjëratët jeta pas vdekjes para së gjithash I drejtohen jetës para vdekjes. Dhe me thënë, para së gjithash I drejtohen kësaj dunjaje këtu dhe njerëzve në këtë dunja, edhe pse titujt e kanë përshkrimin për botën e ahiretit dhe bëjnë përshkrime për botën e ahiretit, por shumica e ligjëratës I dedikohet cilësive të cilët janë njerëzit në këtë botë si ta fitojnë ahiretin. Dhe pra çka nuk e shohim me vend, edhe me rend në qoftë se gjithmonë parashtrohet pyetja se çka ka atje, çka ka atje dhe kështu me radhë, për shkak se ne herë kemi folur në këtë temë dhe mendoj se nuk ja vlen të humbim gjithmonë si në ligjërat ka 10 minuta kohë prej kësaj kohës tonë. Cilësi dhe morali I banorëve të xhennetit do të jetë një prej 9 temave tona të sotit. Dhe po ashtu njeriu që jeton një person, që jeton një vend, e don edhe rrugën që shpihen për atë vend ose për atë person. Në qoftë se ne e duam një, të thëmë një mik të ri që e kemi bërë, edhe rrugën të cilën jemi të shku për ka I miku e kemi qejf, e duam edhe rrugën, e duam edhe mjetin me cilën shkojmë te miku I ri. Në qoftë se e duam një person kështu, interesant për hatër që ti personit fillojmë ta duam edhe parfymin të cilën ai e përdor. Interesant, për hatër që ti personit që e duam, fillojmë ta duam edhe lapsin me cilën shkruam. Pse është ashtu? Nga se ai na kalon aq përshtypje të madhe, sa që fillojmë ne t'i duam edhe elementet të cilët janë përreth tij. Ose ai miku I ri, çaq shumë na kalon përshtypje të madhe, sa që fillojmë të duam faktikisht shumë elemente të tij. Në qoftë se jemi dakord me këtë teori, me këtë tezë, atëherë shkojmë te pika e dytë. Në qoftë se muslimanët e duan Allahun Dhul Xhelal, atëherë e duan edhe rrugën që shpihen për kaj. Qoftë se muslimanët e duan xhennetin, atëherë duan edhe rruga e cila çon për në xhennet. E rruga e cila çon për në xhennet është më e rëndë se rruga e cila çon për në xhennem. Jemi dakord edhe kemi thënë disa herë hadithin e pejgamberit e rëndësishëm që rruga për në xhennet është me pengesa, është me telashe, është me fera, është me derte, është me shtypje, është me maltretime, është me nënçmime. Deri kur mbrihet të xhennetit. Edhe hapja e dirëve të xhennetit, pastaj fillon për ti diçka tjetër. Kurse rruga për në xhennet është e lehtë, e rëshqitshme, e tërheqëse, atraktive, krejt ai ka ato, dhe kjo të shpihen shpejt për në xhennet. E njerëzit edhe pse jetojnë në këtë dunja, në formë me telashe, për shkak të Islamit, për shkak të qenurit musliman, do të duhet të kujdesesh në firmë, do të duhet të kujdesesh në shtëpi, do të duhet të kujdesesh në mjekësi, do të duhet të shohësh si rrin, do të duhet të shohë Haxhi Baba si qëndron, si rrin, çka thot, çka s'ka. Këtë të janë një ngushtësi për të, një përkujdesje për të. Po krejt kjo rrugë, edhe pse është e ngushtë për ta, ai e don, se kjo rrugë të çon në një vend që ti jeton atë vendin. Rruga e cila më shumë të çon te Allahu, jo më shumë po e vetme të cilat të çon te Allahu, është nëpërmes një derës. E kjo derë është e vdekjes. Dhe vdekja në shëmbëllëzër është I vetmi element I cili na fut në anën tjetër gjithësisht në ahiret. Edhe pse kjo vdekje në shqiptim të parë për ne është e idhur, është e keqe, mirë po ne dëshirojmë ta dimë se përmes saj ne arrijmë në një qëllim të cilën që kamoti e kemi. Dhe këtë qëllim që ne që kamoti e kemi, jemi edhe për atë të krijuar në këtë dunja. Njerëzit nuk janë të krijuar në këtë dunja të jenë të përjetshëm në të.
Se po të ishte dikush I përjetshëm në këtë dunja, do të ishte më I dashur I Allahut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili sot po mundohen të na ndihmojnë ose të fotografosin për fotografinë e tij dhe gjithsesi të pasqyrën e tij dhe shëmbulltirën e tij, kurse a ka dikush që mund ta nënçmon dikon që Allahu e ka lartësuar? A ka dikush që mund të përdos fotografinë e tij dhe personalitetin e tij që Allahu ka thënë wa innaka la'ala khuluqin adhim, dhe ti posedon një moral të përkryer, një sjellje të përkryer, sa do që do të mundohet njerëzia për një punë tillë, nuk do të mund të arrijë nivelin që si ne ke. Tash nuk duhet të hyjë në shumë shembuj të cilat I sollëm në ditën e xumë, por pra në hutbën e xumas, por sot më mjafton me kaq vetëm për shkak nga se gjendemi edhe në këtë kohë dhe në këtë fazë. Besimtarët vdekjen nuk e quajnë të keqe, për shkak se ata janë përgatitur për të. Musa a.s. I tha Allahut dhul xhelal gjithësisht kur erdhi meleku I vdekjes, I tha bëni selam Allahut se dosti jot, shoku jot, fjala jote me cilën ti non stop ke fol, ta me fol me ti o Zot. Dhe atëherë Allahu ju përgjigj fol o Musa. Tha o Zot, a ke pa dosti me dëmtu? Ma ke quajtur melekun e vdekjes. Ne jemi qaq të afrëm, qaq shumë të du, qaq shumë ke afru ndaj vetës. Me dëmtu dosti. Allahu xhaleshanu ju përgjigj, o Musa, a ke pa dostin mos me dasht me e taku? Ti qaq shumë do? Po, edhe s'dush me vdek? Ka po me më dëmtu. Tha, në qofse do me më taku, I bjen vetëm nëpërmes kësaj derës. Le të jetë kjo pak një shembull, një mësim për ne krejt. Në veçanti për ata të cilët kanë smundje të rënda, kanë të vështira, duke qenë musliman, elhamdulillah, duke I thonë vetës, o Zot, po ne ashtu duhem me taku ti. Po ne ashtu ne dëshirojmë me I marrë shpërblimet tua që na ke premtuar në Kur'an. Po fundit në qofse do ishte kjo vdekje as e keqe, nuk do të vdishin pejgamberët o burra. Nuk do të vdiste Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Në qofse kjo do ishte aq e keqe, por në fakt ndershëm vëllezër, me një shembull dhe du të dalë ende në temën time që s'm jam të dalë. I kishin thënë një mjekut, apo vdes ki baba im? Tha është e mundshme, krejt ne mund do të vdesim. Tha po pak tut në Afrikë na me shku ande. Tha ndoshta është me utut pak ose me Afrikë, por shembulli është shumë interesant. Tha se edhe qish kur ishim në barkë të nanës, ne u frikshim për me dalë në këtë dunja. Njerëzit dushin të na qesin në këtë dunja, ne qashim dushin me ndajt në barkë të nanës. Se na u ba mire që ma 7-8 mujve, 9 mujve, s'dushin me dalë. Mirë po kur dullim këtë dunja, e pam që shikon ma gjonë, ma mirë se sa atje. E ta është ta kur vjen koha në këtun, kur I pëm 7-8 muj, 9 muj, gjithësisht 7-10 vjet, 90 vjet, tha duhet me shku edhe me një stacion tjetër, ne prap frikim me shku, jo ma mirë që këtun, vetëm se ka hala ma gjonë se këtun, jo vëllaj mirë jemi që këtun, mos na ngahi që këtun. Me thonë mirësia nuk ka qosh, po problemi si caktojmë ne këtë mirësi, ose si kemi fut ne në kryen tonë edhe në definimin tonë. A ke pa shoqin mos me dasht me e taku? Dostin mos me taku, tha Allahu xhaleshanu. Për muslimanët Allahu xhaleshanu në shumë vëllezër ka vendos termine, ka bëu termine për me u taku. Termini general, përfundimtar, është ahireti nëpërmes vdekjes. Po çish para asaj, ka vendu termin një herë në ymër me u taku në haç. E Allahu xhaleshanu spret në qiellin e dunjas në Arafat, në qiellin më të ulët. Dhe I pyet me laqet e veta, duke e ditur ai mas miri përgjigjet. Dhe thot, oj me laqet e mia, çka janë ta të gjithë të veshur të bardhë? O Zot, këta janë njerëzit tu, besimtarët tu, të cilët kanë ardhur prej viseve të ndryshme, në forma të ndryshme, me raskapitje të ndryshme për të qëndruar sot këtu, për të kërkuar faljen tënde dhe rahmetin tënd. Qovu si hariqin tim, qova mishdën time, thuvu se janë të falën. Kur Allahu drejt për drejtën e formë shumë të afër I takon njerëzit. Një herë në ymër, ose nëse ka dikush për mundësi 2 herë në ymër. Kjo është haxhi. Tha Allahu xhaleshanu ka caktuar një herë në vjet.
takimin e tij në formë shumë të afërm, e kjo është Ramazani. Allahu xhaleshanuhu ju ka takuar, i ka vendosur një herë në javët në formë shumë të afërm, e kjo është Xumaja. Edhe Allahu i ka caktuar për ata të cilët kanë më shumë të mundësi dhe janë më fleksibël, tha 5 herë në ditë edhe të 5 namazë. Edhe çka thot pejgamberi sa, kush për juve don më së afërmi të qenurit me Allahun, tha është kur është në sejdë. Pra, si mendoni të ndershëm vëllezër, nëse firma juaj, në cilën ju punoni, ose në cilën ju e udhëheqni, i cakton datët, terminet për një vjet, dhe ti e një udhëheqës i firmës, për një vjet i ki caktu terminet, që kështu sikur janë caktume, edhe disa punëtorë për juve, për firmës tonë, dhe s'vin hiç. Na s'ti termin. Ti thonë, si është kjo është e mundshme? Tha s'vin. O më ty ka dalës, nuk mundesh më s'vin, se unë e këtu i vendosi këtë terminet, fundit, unë e udhëheqi këtë firmë. Tha, jo, s'kam vakët. More gjallë, ti kjo është kohë e punës, kë nuk mund me thamë s'ke vakët, është mrenda në kontratë. Ja, çka u bën ti atyre punëtorëve cilët s'vin termine? Pa vëllai një herë, 2 herë, 3 herë mund t'i tolerosh, por s'ka 3-5. Pse? Se bëhet fjalë për të mirën e firmës, bëhet fjalë për mirëqenien tonë si sociale dhe kështu me radhë. E çka duhet më na bëjë Allahu xhaleshanuhu neve të cilët s'marrin pjesë në këto terminet? Ai na ka caktuar terminet për një vjet, ne s'vim. Ai ka caktuar formën, ne s'marrim pjesë. Në fakt, me do me konë Allahu dhul gjelar si kur ne, a e moti në kështë qitë pi punë, ka një. Pi punë për kësaj dënjës, tak njënin, tak qetërin, dëri, kur dëri të dhanë shita dhe ta përcelim njëni qetërin dhe sa s'mbesë miqmo. Moti të duhet nga përcelim. Mirë po, jasë Allahu dhul gjelar është ndryshe. Tha aji gëzohet të obës një besimtarit më shumë se sa qaj personi që në shkretin e gjeti devën prapi. Kujtohet mirë hadithi pejgamberit sallallahu. Hasan al-Basriu, radiallahu anhu, thamë, kush të donë të fole me Allahun, le të hinë në namaz. E kush donë të ndëgjoj çka i thot Allahu ati, le të lexoj Kur'an. Kush donë për juve të fole me Allahun, hinë namaz dhe falë. Dhe ti i shpreh Allahu xhaleshanu duat dhe rregullat të cilat ti donë. Dhe mbas namazit i ngrit durët edhe i shpreh Allahu çka don ti, kërko. E kush don që Allahu t'i folë ati, thërët lexoj Kur'an. 620 faqe. Ja e t'ka thonë ja kushma. Tha bashkë desha me e ditë, be çka thot Allahu, be që jëmë zanë me një koshi që atë i për një këtë këtë punë. Tha s'ti ti qish pejgamberi alayhis ka vdek. S'ti si me më thonë Allahu. Tha çka është? Kemi një problem që ati, po, mas shumë të qatë problemin, tha, do tjerë për monë është hala po e kalli. Tha, bashkë të kësha dhe shtë ati, që kam thëtë Allahu për këtë punë. Tha, shumë mirë, dhe qeli shajetin e Kuranit, më njëherë, drejtë këtë, ja, i vëlledhina amenu, o, ju besimtar, i dhe gjëkum fasikun binebein, fe të bejenu, o, ju besimtar, kur dhe të vijen një fasik, një zullumqar, një jo i drejtë, kur të të vjeti me një haber, mos ngut ta marrësh ata më një herë që kështu edhe ta bësh. Tha po pjeke pak këtë punë. A duhet të ndjesh çka ka thonë Allah që? A duhet të ndjojë çka thosh Allah se pas të interesonte çka më thotë ai? Ka një herë disa 3 dhe 3 tona e qesin pak këtë mohabetin në shaka. E tha që e kjebe numrin e telefonit Allah se bashkë më intereson tha me folë me ata. Tha vërtet kje? Tha vallaj po. Edhe unë pse ju a bëj me dije se pastaj do të vijet e si cilën fjalë njeri do ta matë, se për si cilën fjalë ka për me u matë. Mirë po, tha po mërës po, si se kam tha. Tha do më tha numërën e telefonit, tha po. Tha është 4 4 3 4 4 3. Tha numër gjatë shumë. Po këtë 4 reqatet e namazit, gjatë një ditës, hynë mrenda në këtë linje dhe folë, mos ndalë hiç bile pa parënsh. Tha, më konta si Viberi shumë lirë. Tha, Viberi prapë kushtove, kushu ka thonë se lirë, të prapë atë internetin dikun të pagush, nuk o bash pa patën. Kjo hiç.
Hiç s'kërkon as ujë, as bukë, as kujton, veç drejtoj kiblës edhe luti. Pra unë i them edhe njerë, edhe pse ka njerëz të cilët tentojnë me këtë të bëjnë shaka dhe marrëmarrje, por prapë do të kemi kujdes, sidomos në çështjet të cilat ne do të matemi për ta. Dy reqatet ndershëm vëllezër me abdest mirëfillt, të ngadalshme, me namaz me khushua, me përkujdesje, me takvallëk, janë më të mira për ty se dunjaja çka ka në të. Thirret një zë prej qiellit dhe thuhet: shtimi i mirësisë, çaq mirësisë është vjen prej qiellit nga për ty, është sa kur o besimtar, po ta dije besimtari sa mirësi del prej qiellit për këtë, nuk do të ishin ndalë kur të fal nga dy reqat. Sikur ne që i shohim yjet në qiell, që janë pika dhe shëndrisin dhe e zbukurojnë qiellin, banorët e qiellit e di si na shohin neve, ose melekët prej qiellit e di si na shohin neve. Tha na shohin vetëm të ato shtëpia prej të cilave del reqat nafilet namaz të natës dhe ajo të buron dritë. Sikur që shohin dritë ne prej poshtë nalt, melekët i shohin shtëpiat tona në qoftë se prodhojnë dritë, e prodhimi i dritës është me namaz të natës. Pse frikohen njerëzit ndeshëm vëllezër për të atakuar Allahun xhaleshanu nëpërmes kësaj derës të cilën them, për me hyrë në anën tjetër, gjithsesi për me dalë në ahiret, gjithsesi për me kalu në xhennet. Pse frikohen njerëzit për me atakuar Allahun xhaleshanu? Për shkak se sikur duket një lloj emaneti të cilën e kanë te vetja, disi nuk e kanë mbush mirë, nuk e kanë çuar vend mirë. E kjo emanet është shpirti. Shpirtin të cilën disa prej neve e kanë marrë përpara 50 vjetëve. Disa për para 40, disa për para 30, dhe kështu me radhë, ky shpirt, disi prej personit në person, është shtrydh, është nxi dhe është përlyp. Dhe këtë shpirt një ditë prej ditëve duhet me e kthyr në vendin e vet. Dhe ki kthym disi po na shtyp, po na ngushton. Ki kthym duhet me ia dhon prapë Allahu xhaleshanu se ta kështu ta dashën. O Zot, po ti e dishe se në dunja kishte papastërtina, kishte pluhën dunjas, kishte kënaqësi dunjas. Tha po, mirë po unë e kom nëqu edhe shpërlarje gjunahave në dunja, unë kom nëqu edhe shpërlarje të shpirtit, unë e të shova ti një shpërlarje të namaz, 5 herë në ditë të lash atë këmishën tonë dhe qatë shpirtit tonë qepën, 5 herë në ditë. Pak një njollë e vogël, me i ra një këmishë zbarë që ti e tonë shumë. Nuk e mbanë edhe një afti që. E qëtë më njerë shko në drejtoni, lani, pasron, se kje për mëra. A me ndonë dikush për juve të mbaj një këmish pa e lajt, në qofë se i bje një njollë shkash. Edhe mbanë që shtu hiq pa e lajt, vesh për lajt. Tha, për të njollët vogla pak me e kapta i ka caktu Allahu xhaleshanu 5 shpërlarje në ditë shpirtit, të e namazën. Dhe ka thonë pejgamberi sam, Allahu e lanë një gjuna, ose e fshin një gjuna për mëkateve të vogla për njënit namaz në tjetrit. Më njëherë, nuk letë bëhet qkash. Edhe ti si pronari ati shpirtit, ose si pronari asaj këmishe, mos e lënë të bëhet e njollat qkash. Se vjen një kohë kura e këmisha mos lahet, që kur me e qu, tha të duhet me e gjujt masë. Ose me e shti me një vaj special kështu, që ndoshta jo e grinë dhe këmishën kred, e prishën kred. E tha që ki vaj special që cilën shtinjet për gjunat të cilat nuk falen mo, ose shkon të Allah pa kërku tobe, o në udhë billah, tha të gjuna jem vetëm e shpirt që hinë gjenem mo, lagët, drejtohet, e pastaj dhe në besa. Që ndryshë s'falet, s'kalet, nuk drejtohet. Pra, pse frikën njerëzit në përgjithësi tutës e vdekjes, për shkak se nuk janë të gatshëm për me ja kthi emanetin Allahut që shtu sikur ja ka dhënë. Prej pikave të nashëm vëllezër, të cilët e ndytin shpirtin tonë, e përlijnë shpirtin tonë, dhe i bëjnë njollët mdoja, është zilia dhe urrejtja. Është zilia dhe urrejtja. Thot pejgamberi sa zilia ndaj njerëzve i djeg veprat tua të mira sikur i djeg zjarmi drumt. Të zënë shtamash unë zili, ta urrejsh ti këndin, dhe t'ja kesh i natin dikut, kojshiz,
ku e dikujt, ta shqip në çato momente që fillove, prej kur fillove të keshinat, deri kur përfundove veç digjeshin se vapa sikur me t'i djeg zjarmi drum. Transmeton Imam Muslimi nga Enesi radiallahu anhu. Do të sillen disa burra, thot pejgamberi sa, do të sillen disa burra në ditën e Kiametit, që nuk janë as pejgamber, as dëshmor, as dietar të mëdhej. Por edhe pejgamberët, edhe dëshmorët do të ja kenë atyre zili për smiri, do të kënaqen ato. Ki kujdes, në arabisht, taghdab. Thot për shembull, e nuk thot tahsed, se kjo folja e parë është do t'ja kenë zili për smiri, do të me përti shqip, e folja e ditë ata të cilët ja kanë zili, do të kenë zili. Për shembull, pejgamberët edhe shuhedat edhe dietarët e mëdhenj që xhenet kur do të sillen disa njerëz, thatë do t'ja kenë zili për smiri, do të kënaqen me të, subhanallahu, e kush do të jenë këta njerëz? Kur të shohësh një besimtar të mirë, i ndershëm vëlla, kur të shohësh një njeri të vlefshëm, kur të shohësh një vajzë të sinqertë, kur të shohësh një kojshi me shtëpi të mirë, kur të shohësh një djalë të ri që e ka blerë një kerr të mirë, mos ke zili, mos e prish zemrën, po thuj, masha Allah, tebarak Allahu Rabbul Alamin, thuj, çka don Allah i fal, edhe i lartë madhruar qofte edhe Allah i apoft bereqetshme këtë që e ka blerë, këtë që e ka ndërtu, inshallah e gëzon. Kjo mbron prej syrit keq. E njerëzit në këtë rast janë të dvillojshëm. Ata të cilët thujnë, mashallah, edhe ata të cilët thujnë, bre. Personat të cilët i thujnë, mashallah tjetrit, më njëherë automatikisht e vendojnë veten në kantar të mirë, në peshore të mirë. Dhe vendojnë veten në një vend ku janë numërohen besimtarët, dëshmorët, shuhedat e kështu me radhë. E ai i cili urrejnë për të dhe bën zilin ndaj këtyre njerëzve, tha këta janë munafikët. Këtyre nuk ju bëhen qefi për ta. Një mbret kishte di shërbetor. Njëri prej tyre ishte shumë koprac, nuk jepte fare, atë shumë e kishte dorë në mshe, edhe tjetri ishte bënte shumë zili, i thuin për ndryshe edhe zili qarë. Shumë i urrejnë ata të cilët që ti provoj mreti këta të ditë, ju tha, du të dive të ju dhuroj diçka, të jap një hedijet madhe. Gjithësisht, ju kërkoni prej më. Çka duni kërkoni, unë me mundësinë time mbretërore dua ja. Vetëm kjo punë ka një të keqe. Se cili prej juve do lipe, që të djaja, ama ati tjetër djap diherë më shumë. Edhe i tha, kërkoni, folni njëni prej juve cili doni. Ai cili ishe koprac, dorë në shtrëngume, tha i subhanallah, me lip tha une, ai dhe marrit diherë. Unë e s'jap ashtu, qatë shumë zemra të më dhenë, jo. Ai qëtëri që ishte, që bënte zili, ai thënë, unë të bëj këti, mendje të mluje, hyqë asnjë. Dhe i la, kujti unë me dikt me radhë që të kujtojnë cili do lipe i pari, s'lip të kërkush. Mër lipni, jo asnjëherë, mër lipni, jo asnjëherë. Atëherë urdhroi mreti, njonin pa qëtër për atyre, ati që ishte zili qarë, dhe i tha, pa qëtër këtë lipi, shti i pari, nisë. U kujtu, që ka me lipe, subhanallah, ti marrë diherë ma shumë se une, tha o mret, ta, du të ma qesish një seri. Qitë ma siri. Që t'ja qesë ati të ditë. Para me ndonin në qëfar pozite më ronë, edhe në qëfar forme më ronë, vetëm më shumë. E kjo është e pozita e njerëzve të cilët Zotë në ruj, hinë njeri shpet në këtë rast dhe në këtë kontrast.
Pejgamberi sa I ka udhëruar edhe sahabët kanë kujdes ndaj kësaj çështje së zilis. Për shkak se zilia përveç se I djeg veprat tua të mira, po edhe fuk sy të keq tek tjerë. Edhe ato që keni mësuar ndonjëherë ose keni lutur ndonjëherë, ka marrë mësysh, ose ka kap në syr të keq, ose kështu më radh, kjo është hak, dhe duhet keni kujdes se kjo nuk është lojë. Një ditë prej ditëve udhëtonte pejgamberi Ersan me sahabët prej Medinës për në Mekë. Gjatë rrugës së largët, 430 km, po në kam me deve, ju erdhi një që të pushoj, I vendun shatorët e tyre dhe të pushoj. Në njërin prej këtyre shatorëve, të cilët ishin shatorët vetëm të shtjellë. Kështu, në njërin prej këtyre shatorëve banonte ose ishte ky shatori I Sahel ibn Hudhayfi. Sahel ibn Hunayfi ishte një djalë I ri, ishte një djalë I bukur, me lëkurë të bardhë, me shtat lartë edhe kështu me radhë. Edhe çka boni? Tha duke pushu aty tha të shpërlaj trupin nga plurat e udhës të kështu me radhë. Dhe kështu që duke kalu në këtë rast Amir ibn Rabia, duke kalu afër shatorit të tij dhe e pa. Dhe tha, tha çfarë djalë I ri, çfarë trupi shtat madh. Çfarë lëkurë të bardhë, s'pas kam pa kurrë një. Mirë, po të ditë që ishin sahabët pejgamberit e Ersan. Tha automatikisht të ra për tokë Sehli. Vrapun njerëzit të ndihmojnë kështu me radhë, edhe gjetën pejgamberin e Ersan të njëna për shatorë, dhe ja Rasulullah Sehli I smut shumë. Është interesante të nëshëm vëllezër. Këtë pejgamber të cilët e akuzojnë sot për fjalë të ndryshme, krejt shoqëria e Mekës dhe Medinës për hajër e për të sherr, këtë shkonin ndaj. Për një smundje apo për një darsën, këtë u drejtoheshin ndaj. Për çfarë dëgjoje, drejt u drejtoheshin për ajër. E në qoftë se ky njeri s'ka merituar më shumë, spaku ka merituar respektin e krejt asaj vendit atje, por respektin edhe krejt muslimanëve dhe më gjërë. Po do të thujmë, spaku në aspekt social, ky njeri është gjend për krejt atë rrethinën, për krejt gadishullin arabik atje, dhe kanë ardhur njerëz edhe prej beduinëve, dhe s'kan qenë musliman dhe kanë pyet për çështjet e familjes vete, për çështjen e fisit vet, që t'ju ndihmojmë me këshillat e tij. Sot ju e dini në Zvicër sa kushton një këshill. Shko pyet dikon pak një berator ose në kështu me radhë, ta kallzon çejfin se si mundet të çka. Ekipa pejgamberi Allahut nuk gjente gjumë natë dhe ditë për të këshilluar musliman dhe jo musliman, pa marrë parasysh në gjendje çesh. Si do të themi te ligjërat e tij. I thanë ja Rasulullah Sehli ka ra për tokë. Tha pse çka u bën? Amir ibn Rabia tha ja Rasulullah s'bën gjë vallahi veç tu ka përsi që atje e pa ashtu si djalë të ri me lëkurë të bardhë kështu. Edhe thash tha kur s'pas kam pa kështu. Tha thaje mashallah tha jo tha stash. Edhe pejgamberi I dhrum dhe tha o ju musliman, a doni të mbytni vllau me syrin tuaj? A doni ta shlini në varr, nëse hadithi tjetër I pejgamberit e sa më thot syri I fut njerëzit në varr dhe I dëmton dhe I shkatron edhe derën. A doni ta me I shtini ta në varr një vllai? Thanë jo ja Rasulullah. E pse s'thuni mashallah? Në atë moment që ti nxjerr atë, atëherë zilia dhe xhelozia është dillojshme, ose me vetdije ose pa vetdije. Ose me vetdije që deshet I me marrë mësish dikon, ose s'deshte fare valla. Po vetëm që nuk e fute fjalën masha Allah te barakallahu rabbul alamin, vetëm kjo mjaftoi që ti dëmtove njërin atë. Pejgamberi sa më tha atëherë Amir ibn Rabi'as, merr ujë dhe shpërlaju. Dhe merr abdes. Dhe me ujin e abdesit merrne dhe lanja fytyrën dhe lanja durrët dhe shpërlanja Sahel ibn Rabia. Dhe në moment që shpërlan pa ka lagën fytyrën, në moment u zgju dhe I kaloi krejt kjo. Dhe nuk dinte fare se ka pas ndonjë smundje hiç. Subhanallah. Mirë shumë vetë nërshëm vëllezër. Ky pejgamber, të cilin ashtu sot e parafitirojnë dhe ashtu e vizatojnë. Çfarë haku na ka neve që të na mësoj
që kur të kap në njërin prej fëmijëve tuaj, apo prej të mëdhejve tuaj, një syr i keq, që të këndoni kul a'udhu birabbil falaq dhe kul a'udhu birabbin nas. Derisa çrohet. Lexoni. Çfarë haku pat ndonjë? Çon janë doktor në Zvicër? Plotni pagoni sigurimet tuaja, po çon janë sigurimet. Çfarë haku pat ki që ta mësoj neve në këtë rast si të ndikojmë ku doktori se më bëu gjë. Edhe ala po çem fjalë për të? Çfarë bozhi na ka edhe për më shpejt. Në shtetin islam, dikur, në qafë se ka është ditë në ndonjënin katund, ose në qytet që merë mësysh, ju e dini si cilin katund ka për një ditë treq ashtu, edhe i di me gishta. Edhe tu ka përcit Afrikës, subhanallah, dhe me lopt me ka përcit. Edhe lopt ti merë mësysh, vëllaj nuk është loj, edhe alis edhe lopt ti merë mësysh. Tha, në shtetin islam, kur është ditë personi i cili merë mësysh, udhëhecësi i shtetit, e ka thirë dhe i ka thënë. Ti ndoshta donë, për ndoshta dhe s'donë, pashtu jesi njerë, ti dhe të mbyllësh në shtëpinë tënde për 40 ditë, ose për 80 ditë, ose për 120 ditë, dhe në qoftë se je fukarat do të furnizojmë nga pasuria e shtetit, të hash dhe të pish, vetëm mos dilë në për rrugë se i dëmton njerëz. Dhe me thamë, syri, magjia, sihiri, këto janë hak dhe do të kemi kujdes në këtë rast. Vazhdim të hadithi i pejgamberit e sam që fillim, do të sillen disa njerëz ditën e Kiametit, të cilët do të ja kenë zili për smiri, edhe pejgamberët edhe shuhedat, po s'janë as pejgamber as shuhedat. Hiç. E çka janë këto? Yekununa ala manabirin min nur. Do të jenë të pozicionuar, të venduar në disa minbere, në disa pozit. Minberi thonë kësaj ditën e xhumat, cilën rrin hoxha, folën për atë dersin. Do të jenë të pozicionuar në disa pozicione të larta në minber. Tha, po ai minberi nuk është prej druni, as prej pllaçave, as prej cimente. Tha, po është prej dritës. E ka bëu Allah prej nurit atë minber. Që krejt pejgamberët do të habitën dhe do të thonë mashallah. Edhe çka do të thojnë? Mashallah. Tebarak Allah Rabbul Alamin. Zoti i koft, ai kënaqur me atë. Çka ka dashur Allahu ka bën. E tha, kush do të jenë këto? Sahabët pyetën pejgamberin, ja Rasulullah, kush do të jenë këto? Bashkë na intereson. Tha, ata janë njerëz të cilët u abojnë Allahun njerëzve të dashur dhe ja bojnë Allahut njerëzve të dashur. Edhe një, ta janë ato njerëz që u abojnë Allahun njerëzve të dashur. Po edhe ja bojnë njerëzve Allahut dashur. Thënë, ja Rasulullah, me u abojnë njerëzve Allahun e dashur me kemi qartë. Do të fole për cilësitë Allahut, do të fole se Allahu për çka bën, si u ka falë, si ka kryer, va bën njerëzve të dashur Allahun. Tha, më çka tjetër se ne kuptojmë. Si mund të ta Allahu të va bëjë njerëzve të dashur? Do thonë, të çojmë që Allahu t'i dote njerëzit. Tha, e di si mundët. Tha, ata urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Tha, aq shumë, derisa fillojnë njerëzit të bëhen të mirë dhe të largohen nga e keqja. E kur fillojnë njerëzit të largohen nga e keqja, atëherë i don Allah. E kush janë ata njerëz? Krejt ju mund me kanë prej këtyre njerëzve, të cilët do të qëndroni në minber prej dritës. E çka është? Kushta është ti çojsh ta njerëzit ta duan Allahun dhe ta çojsh Allahun ti do të njerëzit. Subhanallah, si mund me i çu? Tha, njerëzve do më vetëm u shpjegoj çka është fuqia e Allahut dhe krijesa e Atij që ka bërë te ju, dhe mëshira e Atij që ka bërë te ju. Tha, të fillojnë njerëzit për me dashur Allahun. Tha, të njëjtën kohë edhe me çu Allahun me i dash njerëzit. Dhe si mundet? Tha, Allahu i don njerëzit kur njerëzit i hikën të keqës dhe drejtohen të marrës. Vetë çka është? E ti ke arritur pozitën tënde. Në qoftë se nuk mundish 100 ti bësh 1. Në qoftë se s'mundish 100 ti drejtohesh në rrugë të mbarë, ose s'paku me fjalë tu, 1. Në qoftë se s'munde sonde në dersin e mbrëmjes me prum 10 prej shokëve tu, 1 pjerë. E në qoftë se ai ka marrë një hajër dhe një fjalë prej këtu, vëllai ti je 1 prej atyre i cili ke kontribuar këtë drejtim. Kush janë të njerëz? Kuntum khayra ummatin
ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Thot Allahu në surën Ali Imran ajetin 109. Ishit njerëzit më të zgjedhur, ishit grupa më e zgjedhur. Pse? Se besojshit në Allah, urdhrojshit për të mirë dhe ndalojshit nga e keqja. Pse kanë këtë ju më të zgjedhur atëherë? Pse kanë këtë në ato minberët prej dritës atëherë? Tha se folni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Kjo ka një cilësi që njerëzit i ngrit lart. Do të ishte shkatru këtë dunjaja më bëmë me pas njerëz që thirrin për të mirë dhe që ndalojnë nga e keqja. Do të ishte bëmë moti helarç. Dhe pleqë tonë, dhe hoxhallarët tonë pleqë, të ishin me bëmë me pas shumë njerëz të hajrit, dhe dunjaja ishte shkatru moti. E në qoftë se ti përshtatet që të jetojshin këtë dunja halal, atëherë bëni një prej atyre të cilat e thuash në fjalë mirë, në qoftë se jo ti. Yahya ibn Zakaria, Yahya a.s. pejgamberi Allah, djali i Zakarias a.s. I tha o Zota, në qoftë se më gjenë se largohem prej udhës keqe, më hypin krije tash, më dalë prej udhës keqe, në prej udhës mirë, shkoj ka e keqe. Ishën shumë mirë mejlisul ilm, në përvendet e dersit, në përvendet e dijes, në përvendet e muhabetit mirë. Edhe më shkon një mendje dalë prej kësaj vendit mirë në të keqen, tha në qoftë se o Zot më shkon mendja dhe ngritëm që dalë thema komë, nëse më le të shkoj. Subhanallah. Një prej pejgamberëve i thotë Allahut në qoftë se më shkon kështu mendja, thema komë, nëse më le të shkoj të hiç. Se ky vend për mua do të jetë më i mirë se sa atje, e ti më bëu më thej komën ke shpëtu për xhenemin. Emrat e xhenetit. Sikur që kemi përmendur emrat e xhenemit dhe shkallët e kategoritë e xhenemit të tij, ka edhe xheneti emrat. Cilët ishin edhe njerë emrat e xhenemit të cilët i kemi përmendur janë 7 në radhë, gjithësisht kategori. 1. Kategoria më e lehtë, që është e 7-ta, më afër një urrës që kalon mbi të, e ura e ka emrin ura e xhenemit. E pse thuhet ura e xhenemit se kategoria më e lehtë, flaka më e lartë e saj është xhenemi. Pastaj, emri i dytë është lava, emri i tretë është hutama, emri i katërt është saqar, emri i pesë është hawiye, emri i gjashtë është jahim, edhe emri i shtatë është ad-dark al-asfal min an-nar, pozita më e ulët e zjarrit. Munafiqët janë në pozitën më të ulët të zjarrit, në kategorinë më të rëndë të saj. Këtu e përmendëm një fjalë hawiye. Kjo është një prej emrave të xhenemit. Dhe duhet kemi kujdes, po ashtu përfundojmë emrat vajzave tona apo bijave tona. Emri i parë i xhennetit është el-Janna. Sikur edhe përmendim. Pse quhet xhennet? Sepse nuk shihet nga jashtë. Çdo gjë e cila nuk shihet nga jashtë me syrin tonë normal, quhet në gjuhën arabe xhennet. Në këtë ka edhe disa fjalë tjera të cilat janë të ngjashme dhe nuk shihen. Për shembull, el-janin i thujnë embrionit që zhvillohet në barkun, në mitrën e nënës. Mund të shohim me maqina të ndryshme, me aparate të ndryshme, po derisa nuk shihet me syrin tonë direkt, thuhet el-janin dhe rrjedh prej xhenna. Pastaj, xhennet është një bafqe, një kopsht që përmendet në Kur'an, kopshtet e dynjas, bafshet e dynjas, të cilët i kemi ne, përmendet xhennet. Dhe pse thuhet xhennet? Tha se këto kopshtet të cilat i kemi ne këtu në këtë dynja, të bafshet, tha sidomos ati ku ka shumë zarzavate, ku ka mrenda postan, ku ka speca, ku ka krejt që ka bën, tha është midis fushës kjo, tha jo, tha kjo është pak një bafshë më ndryshe. E çka ka për u kolla kësaj bafshës, tha ka u kolla, tha lisat lartë, drumt natë, mbjedhen me plot u grade për monësh, e mrenda pse, tha kjo është ta pak më izolume.
Prej përjashtë nuk duket çka ka bashkë më mren. Bashkë kësaj i thonë xhennet arabisht. Kujt i thonë po ashtu edhe diçka tjetër me të njëjtën fjalë, gjinna. Gjinna janë gjinnet, i gjinnet. Ta pse u thonë me të njëjtën fjalë vetëm me xhi në këtë rast, thashë se ato nuk shihen me syrin normal të njerëzve. Dhe gjithsesi diçka e mbrojtur, e fshehur nga syri jo normal. Allahu ka përdorur fjalën xhennet në Kur'an në formë të bustan. Bustan ne e thojmë bustani, kurse bustan në gjuhën arabe thonë kopsht, bafshës më madhe. Thot Allahu xhalla shanuhu në Kur'an në suratul Kahf për shembull në jetën 39 ose disa herë përmendet kjo fjalë, "Walaula idh dakhalta jannatuk qulta ma sha Allah la hawla wala quwwa illa billah." Që në qoftë se ti do të hishe në xhennetin tënd, gjithsesi në kopshtin tënd, dhe kur do të shifshe këtë madhrinë, bukurinë, bollëkun, pasurinë të cilën ta ka falë Allahu në të, do të thuash shka? Masha Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Bujku i mirë, kur e sheh këtë bereqet që e ka falë Allahu, automatikisht thot Masha Allah. Qoftë bereqetin e ti, xhennetin e ti, gjithsesi bafshën e ti, po qoftë edhe bereqetin e huaj dhe bafshën e huaj. Kemi dëgjuar disa fjalë. Çka do të më thonë? Masha Allah, la hawla wala quwwata illa billah. Në muhabet njerëzve këtu ndëgjojmë. Çka thot? La hawla wala quwwata. Astaghfirullah, kjo është haram. Çka thati? La hawla wala quwwata. S'ka fuqi, as s'ka mundësi, s'ka ndatnim hiç. Oshosh, ti do të thosh la hawla wala quwwata illa billah përveç Allahut. Po më shkurtojmë ka pak, që i bim më shpejt. Po më ti shkurtojsh ka pak, më ti bën katastrofë në tjetër. Do të them, ne kemi ngjuar po ashtu njerëz të cilët shkurtojnë edhe një dohë. Për gjimës. E shkurtojnë edhe ezanin kështu, për gjimës. E shkurtojnë, këto fjalë nuk janë për me i shkurtu. Ato në kongë me qiftelia, që ku e ti unë një fjalë shumë, ke qenë në fund për ndali, kada ka qoshi, a gjë duket ma heshëm, po më kënë po kongë. Te me këtë një fjalë me hekë për këta po në katastrofë në anën tjetër. Kemi ngjuar njerëz të zërë, la ilaha, astaghfirullah, la ilaha, edhe ndalën. A di çka me thonë la ilaha? La ilaha dhe me thonë s'ka zot, edhe ndalësh me qashti. Po thush la ilaha illa Allah, përveç Allahut. Edhe pse unë e di dhe jam i vetëdijshëm se njerëzit nuk e bëjnë me vetëdije këtë me qëllim. Me bë me qëllim subhanallahu të del pi imanit. Po prapse thojmë mos bëni kështu gabime, të lutem, po keni kujdes të secilën fjalë të cilën e thuash. E secila fjalë të cilën e thuash ishte po ashtu edhe të ata të cilët e përmendën pak më herët, a ka telefon Allah, s'ka telefon Allah, keni kujdes. Thot Allahu xhaleshanu në surën Qaf në ajetin 17 dhe 18. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Të dam të në gjuhën shqipe. Dhe kur ata të di anë janë të regjistruara, dhe me thënë di me leqet, regjistrojnë të di anë, të gjatë dhe në të majtë, dhe nuk ka fjalë të cilët flitet dhe del prej gojës përveç se regjistrohet ata të di. A më qëkëtë e pata veç loj. E pata veç loj, që është të kafë. Nana i thëtë fëmi i zvogël mos qaj, se si të kthehet babit ka prunë çokolada. Me bëme si ka prunë babit çokolada, të dijet e shkrytë në rejnë. Apo kjo ishte vetë? Nuk ka ishte. Imam Bukhariu erdhë prej në Bukhar, deri me një viset në vend të Egjiptit që i këshin tonë se dinte njëri për e tyre një hadith që se dinte Imam Bukhariu, dhe erdi nuk e di sa muj me deve për me marrë një për haditheve të ti, dhe kur të shpia i thanë, nuk është ati, po ka shku të bafqa, ta marrë ti marrë hajvan, kuaj. Dhe kur shkoj kite kuaj, ta i kalin e afron të kështu me diçka ndorë, hec skandej, kur erdhë kalit haje diçka ndorë me tia e kapi për kërpeshi.
E i tha urdhno burr, për çka ke ardhur? Ta më kanë thënë se e dish një hadith që nuk e di unë, ta marr të regjistroj në vollumet e mia të cilat i regjistroj hadithin. Tha po, ka një hadith të cilin. A më thonë se nuk e du më hadithin tonë. Si folësh me nuk e du se ke ardhur pjagje. Tha po ti kur e rrejt e kalin që kështu pse mos më rën? Tha ç'kjo është rën? Kjo rën gjithë ditën. Apo dhe me thënë çdo gjë të cilën neve na merr mendja kanë se pak punë është, çdo gjë regjistrohet te Allah. Në shumëllësi, muslimani ka kujdes prej 4 elementeve, prej 4 pikave. 1. Prej fjalëve të cilat i shpreh. 2. Prej shiqimet të cilat i sheh. 3. Prej hapave të kam të cilën i hec dhe 4. Prej mendimeve të cilat rezulton dhe mendon. Në këto 4 pikë, muslimani non-stop kujdeset dhe ka kujdes. Në qoftë se dikush prej neve nuk është në gjendje ta kontrolloj fjalën dhe fjalorin e tij. E din vetëm, si të nisë valla pa më shkretu do nëse nuk e le. Ta çka duhet për këtë person? Ta këtij personit të dietar të Islamit këshillojnë më mirë mos folë. Për shkak se mos folja e ngrit sevapin e tij, pse kontrollon veten. Ka nisi pimrende i thotë që mban veten. Fiton sevapin. I hik gjunaheve të tij, se me të folë me din se çka do bëhet të shkretoj diçka. Dhe çka është mos folja e mos dietarit, e jo dietarit, është zinet, është zbukurim për të. Një njerëz që nuk din shumë, din punët e vetë, por nuk din me majt muhabet me xhlis, kështu, tha më i mendshëm duket kur s'fol. Bile në do dietar dhe ja kanë dronë, më çki s'foli hiç tash subhanallahu belesati. A me bo me I fol një ditë fjalët e ra më një na pas ke marrë gjallë po bëjë ku ma ka marrë me 25 za. Ta çka bën ta është zinet, është zbukurim I jo dietar. Nuk dish, rreçati mund të të ndjon, më shumë ke respekt dhe kujdes. Nga ana tjetër, fiton sevap për shkak se e kontrolloi vitin, dhe nga ana tjetër I hikë gjinave se nuk fole pa lidhje. Domethënë në të raste besimtari ka kujdes ndaj fjalëve. Ta hiç mos mërzit. Ne tha njerëzit në tokë, Allah I qitë. Çka tha emre? Ai tha I qëllon punë të vetë, a gjithë ne punë tonë. A keni gjuhë kështë, unë ekstra jem të imledhë të në prej jetës tonë përditshme. Subhanallah, si bre vure, thëvish këtë lakë. Dhe me thënë, Allah e kontrolon qilin, te e kontrolon dënjohën. Tokën. Po subhanallah, ti se ne kontrolon as vetin me shosh. Tokën po e kontrolloj këtë. Po thoi, Allah është në qilë dhe në tokë dhe gjithë kundi. E ne vëllan që këtë vend që ati sëllë dhe gati kërkundi. Ne njerëzit pra mund kemi me konë qelca të hajrit, për me qelë derë në hajrit, ose mund me konë edhe qelca të shërrit, për me qelë derë në shërrit. Ti I ke qelcat në dorë, shife vetën dhe cëllën qelës dush të qelësh, qatë dhe të qelësh. Hasan al-Basriu I thanë, o Hasan, jemi të ti njeft fjalët, ti djetari ma, ja ti do të me folja kush, jemi të ti njeft fjalët, me kishta gjajtë, ja? Shumë pak folish. Tha unë asë njerë nuk e folin një fjalë pa me e kujtu. E kur të marrë kujtoj, e thëmë, këtë fjalën që do të nëzirë, di me lekët do të shkrujnë, e kjo fjala do jetë ditën e kiametit ka hajri jem apo ka sherri jem. Në qoftë se e shoh se o gjimës për gjimëse, nuk e thëmë iq, po lene mo me kon ka sherri ma shumë t'jo si jo iq. Edhe gjimës për gjimëse, me kon, se thëmë iq. E qka më shire, e qka më shumë se gjuha ka dërguar njerëzit në xhenem? A ka dhe një send, një element më shumë se sa gjuha që I ka qunë njerëzit në xhenem? Lëndimet e gjuhës nuk kalojnë, a lëndimet e dhëmbëve dhe të kafshimit kalojnë. Muhamedi a.s. në natën e Isras dhe Mirajit e pa një bik të madh, një muzat të madh, që dilte në përmes një birës gjikbanës. Edhe I tha, ja Rasulallah, e pejgamberi sa I tha, o Gjibril, a bëm tha me më kalëzu, qka unë kishem, më tha, subhanallah, si mund të me dalë, kash një bik I madh në përmes një birës gjikbanës? Tha, është e mundshme.
Tha këto e njerëzit prej umetit tanë të cilën nëpërmes një gojës vogël e kanë qitë një llaft madhshëm. Dhe këto njerëz do të përshëndrohen në këto muhabete prapë. Sikur ndonjëri nga ne, mbas 30 viteve të ndershëm vëllezër, martesë, 30 vjet që bëhem me çat grua martesë, mas 30 vjetëve thë, ajo nana që të vdiq shta, a e dish be gjatë fejesës sa lafët mi ka thonë. Cëllët lafëve ti ka thonë. Kësi ti majtë e menë, subhanallah, këtë që të lafët që ti thash, këtë do ma të këshia, këtë një. Mas 30 vjetëve martesë. Tha jo gruja që i pas ka thonë që të lafë e këna kone keqe. Tha mirë po që ki buri, tha që ja përmend gruës vete, mas 30 vjetë martesë ma i keqë nuk shkon ka më. Pse? Po tha ju gruja, ju plaka, a s'ka thonë dë njëherë hiq kër një fjallë të mira? Tha jo, ka thonë edhe fjallë. Po pse ti i njojshë me veshin tonë bashkë që të këshijat kretë? Tha se përputhën muhabetët, që ati tha cëllën dënë me njurë që atë ndesh. Dhe ne thirimi dhe i lutimi njerëzit, përmend një njerëzit me cilësit e tjere të mira. Përmend një njerëzit me fjallët e tjere të mira që i kanë, jo me të këshijat. Se automatikisht je dhe ti në të njëjtën pozitë, në basi i mbanë mend njerëzit me të këshijat, me veprat e këshia, atëherë edhe je dhe ti si kuraj. Interesant, si i ma i mend ta do, qëto që safi tanë të parit, ditit të hoqë, ta i ma i mend këta ka kënë konë në për muzika, në për të këti qërë, muabe më stuje shto, këtë ka një. Tha, mashallah, po ti, tha, ka i paje, ku kjeti kur i paje? Tha, pa në unë i shati. Aha, murën vesh. O, murën vesh, mëse qoj që ma ti qërë. Përmendua njerëzve fjalët e tyre të mira, përmendua njerëzve punët e tyre të mira. Nuk keni nevojë të rikujtoni me të këshia, se Allahu xhaleshanhu i mbulon të këshiat kurse ne për te, ne i nxjerrim jashtë. Hazreti Omerit në shëmbëzër tha, e lusë Allahun nga 4 gjëra. E lusë Allahun të më mbrojë nga 4 gjëra. Tha të më mbrojë nga një grua e cila më plak për para kohës. Tha e lusë Allahun të më mbroj nga një djali cili mbahet shef në shtëpi. E lusë Allahun të më mbroj nga një pasuri të cilën do të lëm as vete, do të kënaqen qirt kurse unë do bëjmë sual në varr. Edhe e lusë Allahun xhaleshanu nga kojshia e cili vetëm punë tek këshia e shllon të mirat i harron. Ti mbarët në cëndë, në qofse si e prej të parës ditës tretës spaku një kojshi i dikujt je. Atëherë bënu ki kojshi i cili vetëm të mirat i sheh e të këshia ti haron. O njerëz, zbutni pak zemrat tuaja. Ndani me njëri tjetrin mall dhe dashuri. Doni njëri tjetrin, ashtu sikur dumt na do të Allahu. Respektoni njëri tjetrin, ashtu sikur dumt ditën e Kiametit Allahu të na respektojë. Shkuan di njerëz te Imam Shafiu radiallahu anhu dhe i thanë, o imam, ne kemi një problem mes vete dhe duam ti si imam i madh me ndajet mes neve. Tha si duni me ndajet? A duni me ndajet me drejtësi, a duni me ndajet me butësi? Tha ju cëllën duni, me cëllën kantar duni të mati, me drejtësi, apo me butësi? Edhe çka i bën kësaj? Te ne së dhe mosë shumë e përhapur ki muhabet, se cili plak në përdhoma, une veç drejt tu, s'ka të une veç drejt. Ma ba qipe për nuk shkon be kështu bash drejt, për të njerë njeri duhet pak edhe të lishoj, ja, s'ka të, une veç drejt. O që për me pol drejt, për me këmat veç drejt, duhet me konë vendi rafsh, pak si tjetë vendi kështu s'matët ma me drejtësi, duhet ndryshën mua bet, ja, tha pa vën të të pjes një pjeqe, tha urdna. Tha sa vjet i kje? 69, mashallah. A ki konë në haqë? Tha jo hala, po qka pret? A pret vdesi që shkoj unë për tajnë haqë? A, ma ki ftof hoqë. Po, pa dishe me drejtësi. Po që kjo me drejtësi? A ma për ti dhe me thonë konë ka ftof qëtaj. A te drejtësi në donë dhe i dikuj qeter veç. Ma te vetja jote nuk shkon ka bash drejtësi atëherë. Apo, atëherë qëfar mendimi mendojmë? I tha imam Shafiu, tha o njërë, a duni tha të mendaj me drejtësi, apo duni mendajt me mëshirë dhe me butësi? E i thanë, e qka është mendajt me mëshirë dhe me butësi?
Tha me ndahet me mëshirë, me butësi është mos shubani shumë hakun e njëri tjetrit, po falni njëri tjetrit dhe merrni ngrik njëri tjetrit. Duni njëri tjetrit. E tha duhet ta dini, tha se ai I cili fal këtu dhe ndan me butësi dhe me mëshirë, pret dhe ka ymyt dhe ka shpresë që dhe Allah I taj ditën e kiametit ndaj me butësi. Ju njerëz, a doni që Allah ditën e kiametit të net ndaj me drejtësi apo me butësi? Ta vëllaj me kanë veç me kanë boll I drejt, Allah jo kemi boll zot, veç I drejt. Jo të na marrë hak, na hinder hak që Zot na ruaj që si nguri. Po veç I drejt me kanë kemi boll zot punën. Po për çat ne çka o Zot, inshallah me butësi dhe me mëshirë. Tamam. E si është punat e ti? Atë unë du me drejtësi veç. Në atë moment që e shef ti se ai tjetri pak të ka hinder hak. Atëherë don me drejtësi. Që ba me ne o njerës? Me ba me në dhanë Allah një post, subhanallah, në këtë dynja. Ka qëtu dikun dikoj di une, kryetar komune ose në diçka, shqit në hip një zemre fort, një ngurët kështu, shqit gomi dhe hej, subhanallah, tha, ma s'folishën me njerës të hiqma. Mara, ka dalet pa më të jetë qaj njerë hala, veç me një zirë qëtër shë jetu, ja, veç pa. Ne I lutim pra, kajtë to. Atire që u ka dhonë Allah një pozit. U ka dhonë Allah një pozit, për shkak se ndështë ata edhe ka në meritu. Ndështë jenë më të mirë, më të aftë se ne. Por për qatë se jenë më të aftë se ne, I këshim lutë që t'jenë me butësi dhe me mëshirë. Dhe të ndajnë mesin e njerëzve me butësi dhe me mëshirë. Në qatë se këtë smundin me butësi dhe me mëshirë, atëherë I këshim lutur bërëm spaku me drejtësi. Bërëm spaku me drejtësi. E asësi pa drejtësi. Që po me ne o njërës? Kërkojmë nga Allahu falja, mos ja falim kërkujt. Kërkojmë nga Allahu ndihmë, mos ndihmojmë kërkujt. Kërkojmë nga Allahu Gjeleshanu, ne kemi spiku një herë. Me bo me e pa një lipse në qytet atje kështu, që e ka qit një në ndorë, shko puno, qu, lëviz, kretë muhabet. Edhe tak rasisht e zateke hoqën. Hoqë nuk jam unë e kështu vëllë, po e di ishte këtë intriga, këtë rena, këtë shëmëra. Po, ba që jam shumë e bërët madhe ti, nuk e di ishte bashkëta mëmë se këtë rena I ka, ku e di ishte, ku një hoqën. Jo, I di unë. E jo mërë se më ka thonë, në qofë se kënë dishim në ndënjërën për I lipsave, që mund të mashtroj, apo të integroj, atëhere këto intrigat e saj e lenja saj, ose ati. Qka pon, jepi qatë sa të mundë të blej një codë bukë, që me bon me konë në hak, që lip për hak, bërë mësjet unët. Po me bon me konë që rejnë, sa shbon kur gjonë me qatë një dinarën që e këta. Sa shbon kur gjonë. Po qka, ajo lip me një dorë në shëmblezër, ne lipim me dy, shibe me di, po se cilin namaz me të këmë batu di dur të ingërë, ti me di I lipish. Që bo me ne? Ne me di I lipim, a njonit nuk japim që me njon lipim. Është mirë me izbut për këtë zemrë. E që bo me ne të ndërshëm vlezër, kur Allahu I kërkojmë mëshirë dhe s'kemi mëshirë as ndaj hajvanve, as ndaj insekteve, as ndaj kafsheve, po lene më ndaj njerit jo se jo. Kjo nuk është feja të cilën e njohë, nuk është islamit të cilën e njohë. Allahu Gjeleshanuhu është maj mëshirshëm ndaj nesh, bile se sa unë ndaj vlau time, po vllai im ndaj mu dhe e tek ju. Dhe gjane këtë rast, në cilën e dhe e përfundaj. Ditën e kiametit do të vi një njeri përpara Allahu Gjeleshanuhu që vllavi I ti ose shoku I ti I ka hinë shumë ndër hak. Edhe ki kërkon me drejt hakun e vetë. Edhe ai kërkon prej Allahu Gjeleshanu që t'ja marrë ati kretë sevapët që I ka bo, kretë veprat e mira që ja jape këti, dhe kretë këshijet të cilët I ka ki që ja jape ati. Allahu Gjeleshanu thët, a nuk ja falë vllau të? Tha o Zotë, unë e kërkoj hakun të. Tha po, lendi diçka prej të mirave të ti, diçka prej sevapëve të ti. Jo, kretë. Unë se di hesapin kemë si në mërë, kretë. Pa nuk I bon diçka. Jo, kretë.
Atëri tha Allahu xhaleshano, kthesh kryr mrapa ta shpina, ktheu për mrapa dhe shiko mas. Ta kur u kthej mrapa, dhe të shohën një pallat me kret ari dhe margaritar, me kret bukurinë që s'ka pa kur syri që ashtu në xhenet. Dhe e sheh qel pami në xhenet. Dhe i thot, o Zot, i cili pejgamber kon ka ki pallat? Tha nuk është as i pejgamberëve, as i shuhedave, hiç kërku. Tha po është vetëm i dikujt i cili ja pagun çmimin. Tha o Zot, çka është çmimi i kësaj shtëpie, këtij pallatit? Tha çmimi jo me ja fal vllavit ton. Ta ja fali çto. Tha po o Zot, si ja fali? Tha hini të ditë në xhenet. Unë thirrem dhe lutem nëpërmes kësaj thirrjes tonë që t'i zbutim pak zemrat, të ofrohemi ndaj njëri tjetrit, të duam njëri tjetrin. Mos kujtojmë se kjo dunja me marr një plan më tepër u kry të fitove. Mos kujto se na gjigjin tonë që jemi dikon që 30 vjet tash të ta mbushish ata me franga dhe me marka dhe fitove, se nuk kemi fituar kurrë. Në këtë dunja është kështu. Që këtu është hududi, kufini i arave tona. E prishim me gum. E dini te katastare që? E prishim me gum që çat vjen e çim matiçi. Veç ti mesin familjes tonë dhe kemi fituar. Vjen gjenerata tjetër e prishin me gum që atje e shtin te kon. Veç ama toka arrit çati ku është, veç vija lum. Veç vija na për letrat tona lum. Edhe kush lum tjetër, veç gjinahat apo sevapet në shpirtin ton. Ato kanë mbetë çati ku është. Pra ju thirrim dhe bëjmë lutje, kretë atyre si nga në gjë. Merr një këtë punë të kësaj dunjas, pak me ma pak ashk. Është mirë të jetojmë këtu, të kemi rregullat tona, por mos kujtojmë se këtu është gjithçka, po këtu është vetëm diçka. E ka thënë Allahu xhaleshanuhu, shembulli i kësaj dunja në krahasim me botën tjetër, është vetëm një çështje e vogël, i kurxhon. Me kaq që përfundoj, ju falenderoj dhe ju uroj për një natë të mbarë. Selam aleikum.